keni denoncuar në sakt para 2 ditësh në Shkodër ndodhi një ngjarje rënd ku ju ishit viktimë e dhunës. Çfarë ndodhi konkretisht, sepse ju keni denoncuar si autor të dhunës ndaj jush Prel Gjonin, i cili është edhe pronar i një rrjeti supermarketesh. Si qëndron situata edhe cilat janë shkaqet? Atëherë, situata është shumë e thjeshtë, ku rreth një muaj më parë, po pat muaj, unë kam dalë në mbrojtje të një djali ku ai kishte kërcënu, dhe personi ndjej i kërcënuar, kishte frikë dhe më shku në shtëpi, rrugës. Dhe në vendin ku ai ishte ndalu, në një kafe, jam thirrë nga daja e tij, të lutem, shko me prezentën tënde, me kamerat e tua, me çaketi. Mbroj djalin të paktën, ti je prezent. Dhe jam paraqit aty, kam bën një status në rrjetin social TikTok. Po padis denoncoj kërcënimin. E pretenduar gjithmonë, se nuk kam asnjë fakt. Dhe them dhe në video pretendon. Dhe mos asaj përfundojnë policitë të nesërmen, bajnë pati kundër pati dhe mbyllën situata. Pas mbylljes së situatës aty ka ndodhur që kam pi në ndërmjetësimin e njerëzve të tij, të prekës. Ku i kam me mesazhe, më duket se jo kam dërguar dhe regjistruj. Për ndryshe ja dërgoj. Ndërmjetësimi i kushëririt të tij që të ulet dhe të mbyllin punë, 2 palët, mos le konfliktet hapura. Deri to kreto ke çdo gjë. Ulem, pim kafe, jemi mirë, çdo gjë okay. Dhe në fund u largova për Suedi, sepse atje jetoj për 16 vitesh. Ndodhi që kur u ktheva, të kisha atje, më fal, kthehem pak mbrapa, të kisha atje, mori më ka shkruar kushëri i tij, thotë, ai shoku kërkon numrin tanë. Ja nisi numrin si shqiptar, si suedez, por jam suedi për momentin. Okej, kur u ktheva, ndaloj tek zinxhiri të supermarketit, dhe thom, takoj menaxherin që është aty, ai kam mik të mirë. E thom, ç'e vjen atij që ka ardhur vini? Ç'e ke pasë ke lyp numrin? Logjike. Sepse tek e fundit duhet ndjehem edhe unë i mbrojtur. Ta di arsyen. Nëse ka një hatërmbetje, disha të ditë mbrohem. Dhe, okej. Ta kam mesazhe se u largova, unë isha i shoqëruar, largova, okej, vllai thash, në rregull, mbaroj deri këtu. Mas pak vjen rasti që më vazhdoj, kaloj tek gjetisi tjetër, dhe gjatë kohës duke largu nga një gjetis në tjetrën, pra atë vend e komba nëj, një makinë vjen me shpejtësi, ndesh na shtypi 2, mua dhe personi që ishte dhe mua, me vjen 2. Fal reagimit ton, shpëtum, makina vazhdoj. Vazhdum rrugën për tek shtëpia ime, ndërkohë ndjeva i kërcënu dhe hapi live-in TikTok. Dhe them shprehimisht që unë jam i kërcënuar, ndjem i kërcënuar dhe po hapi atë mjetin e vetëm që kam dorë, një rrjet social. Të laj fakt. E them atë shprehimisht. Dhe vazhdoj rrugën për poshtë. Gjatë këtij live-i, që bëhet fjalë diku 18 minuta, ndoshta më pak, më bjen telefoni. Më thotë Braga, ku je? Du me taku. Hajde, se jam për qedisi tjetër, kam ikë për e t'i gjesi, jam për tjetër. Okej, po vi. Shketi një kafe ma poshtë, dhe thëmë bëj pres. Nuk për në jardi, thëmë, u dhe drejtohet dhe dyqanit ti, ishte 24-ti. Ata personat bënë sigur largun dhe u sigur largun dhe loka e dyqanit, pra nuk ishte një distancë madhe. Dhe, pas kësaj, apëron, dhe thëmë, si je qabane, zjas dorën, i vetë në reagim që kam marrë vaken ty të pik. Shamir Pra ju fyeu.
Dhe me goditi. Më goditi direkt. Po, okay. Nuk ka artjetin nga mbrapa, nga godit nga mbrapa. Dhe kështu përfundova për tokë i shtrirë nga 3 vetë që më godisnin. Personi 4 në ndau. Jeni mes dhe i largoj në ndau. Por isha për tokë, vetëm thjesht kisha mu lukokën. Se ishin 3 vetë që më godisnin, brish, për shelma. Kjo është gjithë historia sa i natë. Më çu pra dhe? Gjatë kohës që u shku polici. Ju komunikua arsyeja se përse ju po dhunoheshit. Domethënë ishte paralajmërim, lidhej direkt më pas me videon, apo ishin edhe arsye të tjera? Ishte arsye, s'ka asnjë arsye tjetër. E ka deklaruar edhe dje në media. E ka deklaruar dje në media që kjo është arsyeja vetme. S'ka mos i gjo se një zotni. Ju kuptoj. Sepse në fakt u aludua edhe për një video tjetër të mëhershme tuaj, ku ju denonconit që një rrjet supermarketesh kishte produkte të skaduara. Pra, nuk është jo, më hershme. Nuk është më mëhershme. Kjo është që kam pa partijone. Pra, këtë të lidhi me ushtrimet të skaduara, po prandaj më kontaktoj mu. Sepse unë në mëngjes holla në rrjetin TikTok një padi ku them që një rrjet supermarketesh Shkodër ka ushtrime të skaduara. Asnjë lloj emri. Nuk e kuptoj pse i dogjë zotërisë. Ku është i pastër vetvete? Sepse ai nëse e dinte veten që nuk ka ushtrime të skaduara, okej, ne nuk jemi, le të merret me këtë doje. Kështu mendoj, po tash këtë lloj pronar, më thoj sa, se pronar i thonë që si mund të pretendojnë me mbyll fjalën me gojën fjalë shlirë që njeriu po punon diçka, po ban diçka. A mendohet që neve do mbyllim gojën dhe nuk do po si qytetari thjesht. Pse do të kemi një status gazetari, unë? Për të bërë diçka për të investiguar. Po një qytetari thjesht ka të drejtën me investiguar, me publiku e gjitha. Jo kuptoj. Pra po thoni që nuk është se ka pasur edhe shkaqe të tjera që mund të lidheshin me denoncimet tuaja të mëparshme, ka nisur pikërisht nga videot, pra nga video në TikTok për rrjetin e supermarketeve dhe nga çështja e nisur rreth një muaj më parë për kërcënimin e djalit. E personit djalë. E qartë. Shumë saktë. Po më keni rënë më herët pre e rasteve të tjera të dhunës, po themi që tani ta përgjithsojmë pak dhe që të jemi pak më që të flasim edhe për dhunën ndaj gazetarëve si fenomen, sepse është bërë tashmë pak e modës që gjithmonë kur ndodh një çështje dhe që bëhet mediatike, gjithmonë akuzat drejtohen drejt gazetarit. Dhe përse u publikua ose për mënyrën se si publikohen çështje të ndryshme. Keni diçka për të thënë për këtë, ka pasur reagim ose keni marrë një mbështetje për shembull nga organe shtetërore ose ne jemi tradicionalisht ne jemi njerëz që gjykojmë ja drejtojmë gishtin viktimës. Jo atij që e bën të keqen. Se janë edhe këtu për shembull shumë që komentojnë e thonë që shif punën tënde. Pse merresh me punën e tjerëve? Fal, pa ata fëmijët që blejnë ato ushqimin e skaduar. Kujt janë? Kjo puna ime e para, që unë i kam dalë për zot, dhe kjo është gjëja më e mirë dhe më qytetareske që mund bëj dikush. Çdo kush e ka për detyrë me e bë. Jo vetëm gazetari. Të padisim atë çka ndodh. Abuzimin. Dhe kur bëhet fjalë për abuzimin me ushqimin, sipas ka tolerancë. Jo është nga vendi im, jo është nga Shkodra, jo nga Lezhë, jo nga Puka. Ç'lidhje ka? Është abuzim, është kërcënim jete ajo. Duke abuzuar me çokoladën apo me kosin e frutave. Se këto janë materialet, nëse ai zotnia është akoma kurioz. Këto janë materialet.
Ka fruta, çdo çokoladë ka. Në pamje. Po. Më pas keni marrë, sepse përmendët pak më herët edhe mesazhet, keni marrë edhe kërcënime të tjera pas rastit të bërë publik të dhunës ndaj jush, apo janë mesazhe të cilat lidhen me periudhën ata para? mesazhet lidhen me kontaktin, kam kriju kontaktin me zotnin fjalë. Sepse djenë një media tjetër ka dalë të ka pretendu sikur unë kam njekun, ka kërku numrin e tij, por në fakt mesazhi aty duket që ashtaj që ka kërku numrin tim ndërmjet kushurimit. Jo, kuptoj, e qartë. Unë ju falenderoj për kohën tuaj edhe ju uroj shërim të shpejtë.